Bismillahirrahmanirrahim. 4 gjëra që duhet vazhdimisht ti edukosh. Në 1. Edukoje gjuhën tënde duke folur fjalë të mira, duke bërë dhikr, përmendje të shpeshtë të Allahut xhalla shanuhu. Në 2. Mendjen tënde edukoje të mendoj vetëm mirë, të mendoj pozitivisht. Sepse dhe Zoti thot në Kur'an e fela ta'qiluna, nuk po mendoni mirë dhe flisni mirë. Pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë, kush ka besuar Allahun dhe ditën e gjykimit, le të flas mirë ose le të hesht. Në 3. Të veproj mirë, pra të bëj vepra të mira. Innal ladhina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariyah. Ata që bëjnë vepra të mira janë krijesat më të dashura tek Allahu. Dhe në 4. Edukoje shpirtin, kalbin tënd. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Edukoje shpirtin tënd dhe zemrën tënde duke bërë veprat e mira, duke folur mirë, duke menduar mirë. Që të 4 pra japin sukses dhe ti kompletohesh dhe e vazhdon rrugtimin tënd duke qenë khalifetun fil ard. Dhe duke qenë Allahu i kënaqur me ty, por dhe krijesat e Allahut do jenë në razim me ty. Selam aleikum.